Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje, miqtemi të dashur, të nxomë për i takomi kështu këtë të premte me mua Albina Zenelin, ku për gjatë këtyre minutave përveç informimet, sa do pak do të mundohemi edhe me ju argëtu me materiale që kanë të bëjnë me artistët tuaj të preferuar kryesisht të fushës së artit, kulturës dhe showbizit. Faleminderit shumë Studio Lona që është përkujdesur për këtë javë për dukjen time. E tash është koha për rubrikën e parë për ditën e sotme. Në Gjilan është organizuar festivali, në fakt edicioni 8 i festivalit Rising Stars, ku para ju shkam derën dhe kënaqësinë me ju informu sa i përket mbarvajtjes së këtij festivali e pashtu për rezultatet finale se kush ka triumfuar në këtë edicion të 8. Trenet Radazi Gjilani mbush me njerëz që ishin të interesuar për ta ndjekur nga afër festivalin Rising Stars. Ky festival është një ngjarje ndërkombëtare e muzikës që bëhet çdo vit në Kosovë, organizuar nga Qendra Kulturore Artistike Mollkuqet në Gjilan. Ky festival ka për qëllim të promovojë talent të rinj nga e gjithë bota, duke ofruar një platformë për performancat dhe bashkëpunimin kulturor. Festivali ka ofruar performancë muzikore nga talent të rinj nga më shumë se 15 shtete të ndryshme. Atmosferë konkurruese dhe festive. E mbështetur nga një juri ndërkombëtare dhe po ashtu aktivitete për të gjithë, përfshirë punë të ri, masterclass dhe vizita në prapaskena. Me të arritur të pranishmit pozuan para tapetit të kuq, duke dhënë show e treguar emocionet e tyre. Nuk ishte si të mungonte dhe një koqira kryesore mbrëmjes, themeluesja dhe ajo që jep shpirt për çdo vit këtij festivali. Bëhet fjalë për Arta Haziri Nuhio, e për Nzuma ajo i tha për shtypjet e saj. Me realizu një festival ndërkombëtar, padyshim që kërkon një guxim jashtëzakonisht të madh. Nuk ka qenë fakti që ne t'i mbledhëm gjithë këto shtete i lehtë, por realisht me një energji dhe me një vullnet gjithçka arrihet kur ti e ke të qartë vizionin se çka don me ofru me një koncept siç është Rising Stars. Për këtë Arta shton se është edicioni 8 që uron e shpreson që shumë shpejt ju vetëm Gjilani të jetë adresë për të qenë ky festival. Ndër vite jemi hasur edhe pa mbështetje, po kemi luftu fort me mbajt gjallë si edicion dhe jam shumë e lumtur që sot po e shënojmë dhe gëzojmë mbështetje nga Ministria e Kulturës dhe nga Drejtoria për Kulturin dhe Sport. Dhe uroj që viteve të ardhshme, pse jo një natë të Rising, ta dërgojmë edhe në kryeqytetin tonë në Prishtinës, por Rising do të mbetet në qytetin e Gjilanit, sepse unë vi nga qyteti i Gjilanit dhe qyteti tim kam dëshiruar t'ja risjell një ngjarje aq të madhe siç është ky festival. E për ta përmbyllur këtë pjesë të bisedës në mënyrën më të mirë të mundshme, Arta ka një mesazh që duhet patjetër ta dëgjone. Një nanë e 2 fëmijëve, gruaja për faktin që lind dhe edukon fëmijë dhe mbi gjitha zoton karrierën, sepse është mësuar me një jetë ndoshta në presion dhe me dinamik dhe ajo është e fortë dhe e gatshme t'i përballojë çdo sfidë. Realisht gjithë jetës
të gjitha gjërat që i kam projektuar në trunin tim, kam arrit mi realizuj, falenderoj Zotit për guximin që ma ka dhonë, për vullnetin dhe për kushtimin, për me risjell artin, pasionin, muzikën nëpërmjet këtyre artistëve të mëdhenj ndërkombëtar, që sot kanë më na fal emocione pa fund. Besoni në ëndrat e juaja, nisni me gjërat vogla, se një ditë ato gjërat e vogla do të bëjnë gjërat mëdha. Fillojnë ndarja të çmimeve sipas kategorive XS, S dhe kategorive ML, ku secila artist pavarësisht moshës interpretuan këngët e tyre, duke i shtuar krijimtarisë mirënjohje të çmime. Në Zoom ju sjell disa pamje ekskluzive nga Teatri i Gjilanit, ku mund t'i shihni talentet e shkëlqyer duke dhuruar momente të këndshme, fiks si një shfaqje e vërtetë. Ndryshe këtë vit, Rising Stars u bë shtëpi për artist nga 17 vende. Spanja, Italia, Indonezia, Turqia, Rumania, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Malta, Bullgaria, Maqedonia, Sicilia, Shqipëria dhe Kosova. Ky festival po rritet çdo vit më shumë, më ndritshëm e më fuqishëm. Familja Rising Stars është prova që kur pasioni takohet me vizionin, kufiç zhduken dhe ëndrat fluturojnë. Kur flitet për Gjilanin, sigurisht që na kujtohet kontributi hatashëm që ka dhënë, po jep e urojmë shpresojmë që Albani të vazhdoj të jep edhe në vazhdimsi. Çka ka tre nga ky aktor ose më saktë një artist i mirëfillt që me rolet e tij na ka argëtuar jo vetëm në seriale, por edhe në shfaqje të ndryshme në teatr. Alban Shahid, që është një aktor profesionist, ku me rolet e tij ka bërë për vete këdo. Ai është pjesë e teatrit në qytetin e Gjilanit, ku ka interpretuar në disa shfaqje të njohura. Në Zoom ai ishte i ftuar për herë të parë, e që tregoi rreth verës së vitit 2025. Vera kaloi mirë si verë, kemi pasur si pushim, nuk kemi qenë shumë të angazhuar verë, sidomos muajin korrik edhe gusht, po vërtet dashur edhe më shumë muaj baterit, se kemi filluar me një vrull të madh, shfaqje të repriza, edhe me xhirime, edhe një shfaqje premier që i kemi, domethënë tash me 3-4 shfaqje në repertor, që janë ndryshme, plus prova, plus edhe me seriale me xhirime, domethënë që nganjëherë vim punë për 2 muaj sa për një vit. Ai vjen nga një familje krejt artist e për emisionin Zoom flet pak për këtë histori, e madje pohon faktin që kjo e ka shtuar përgjegjësinë e tij për të qenë më selektues e për të pas kritera. Kriteret edhe të ndjekin vetë, domethënë e krijon vetë kriterin edhe dihet, domethënë pas kolegëve, pas këto kriteri për teatr, edhe në teatr ka një kriter, po, edhe në seriale kam disa kritere që
të disa luaj, të disa ndoshta kisha pas me hezitu, jo që me nëntshmu apo diçka dhe ata e bëjnë punën e mire, kreti kam, po domethënë përcaktimi jam është ndoshta më ndryshe se ndonjë kolegë apo kolegët. Unë gjenerata e tretë jam në familje e aktorëve, domethënë babin e kam, aktor është pension, djelagjës babit edhe agja babit është një prej që ka hap teatrin këtu, teatrin e shqiptar në Shkup, domethënë ka qenë themeluesi i teatrit shqiptar në Shkup, ka ardhur këtu, ka hap teatrin e Gjilani, domethënë në mënyrë profesionale që ka bërë. Djelagjës babit e kanë kryer shkollimin babi, unë domethënë jam gjenerata e tretë. Ky lloj kriteri edhe më përcjell pak, domethënë bazë emrit familjes. Pjesë në role të ndryshme në film, seriale, po ashtu në magjinë që ofron teatri. E dim që me i nda si me i vra, po Albani cilën e bën më me qejf. Teatri është, magji teatri është loj për një me, teatri është gjithçka, është çka i përket një aktorit, është teatri për një aktor, domethënë. Vetëm ajo ndjesia, pasi të mbaron shfaqje kur përshëndetesh para publikut, ajo ta jep krejt atë energji që ke akumulu dhe ke harxhu, ajo në fund ta shpërblen. Normal filmi është ma showbiz, është ma i popularizuar, është ma famë krijon në film, po edhe loja në film, domethënë edhe e don teknikën e vet lojës, domethënë, që janë të dyja mbarë, kur luaj shumë në teatr, merr malli për seriale po ndonjë film. Kur luaj në seriale kthehem, merr malli për teatr. Domethënë mirë thati me këtë thënie një dasi me i vra. Po në aspektin e pagesës, cili prej krejt këtyre që i përmendëm, i jep pare më shumë. Në teatr faktikisht jemi me një rrogë modeste, e mirë në krahasim me Kosovë, është prej rroga ndoshta më të mira i ka teatri për institucione publike, domethënë, në që jemi këtu, po është një rrogë që me një koeficientin ndoshta më të lartë, po nuk është një rrogë që mundësh krejt një artistit mja plotsu gjanat e jetës, se për mes me pas mos me lakmu me kërku diçka tjetër, nëpër seriale apo diçka tjetër. Nuk e di, në seriale, ndoshta pagush, po në seriale keni kontratë, domethënë, të epizoda, atë sa shfaqen sa epizoda, i ke, domethënë, aq pagu, te na kështu shkon. Në bazë epizoda, mundet me shku një serial me 20 epizoda, mundet me 30, mundet me 100 epizoda, dikur mbaron ajo. Domethënë, pagesat kanë qenë më të mira, domethënë, në seriale, kanë qenë më të mira se kanë pas edhe tyrat edhe ka qenë produksion, faktikisht do që është produksion bot për edhe biznes, art edhe biznes. Tani është koha që të flasim pak për trendin që është jo vetëm në Kosovë për gjithandej. Ai rrjeteve sociale dhe depërtimit më të lehtë të imazhet e bukura. A kanë betur në hije aktorët nga këto personazhe, thënë më shumë nga TikToku. Është diçka tjetër, nuk kisha thënë që mundem me një konkurrencë me neve për art, mundem ndoshta me kriju një famë të madhe, po një artist nuk mundet me qenë më i madh se ti, dhe bagazhin na e dim se na shumë më lehtë kemi se ata që hyjnë në treg, kështu na më lehtë kemi edhe dim që qysh mundi me marr deri te ajo. I kemi na me kamera, me shok, me ato me dash me vua, din çka mundi me bo kështu për me dal vetëm për famë. Aktorët, një artist i mirë, do të thonë, po janë shumë veti një artist mirë, është artist mirë, është disiplina, kultura, janë gjanat kryesore që do të me pas. Me qenë i gjithanshëm, me punu shumë, punëtor me qenë shumë. Artisti edhe me fjalë nuk përshkruhet, me tregu një artist mundet, me fjalë do me thonë është vështirë, është një ndjenjë e artistit, që thuk një gest që e bën diçka, nuk e bën me qëllim, apo me diçka, po e bën prej anës artistike që kam brenda vetit, ne për që do dallon pak bota artistike me profesione tjera. Cilin rol do të refuzonte Shahidshi? Nuk e di se na jemi një komunitet i vogël, jemi kolegë me zveti, nuk kam qef me përmenë se ndoshta
Edhe pse ato ka do seriale për shembull që nuk kisha marrë pjesë. Nuk kisha marrë pjesë që bëhen tash. Po për shembull, dashta tani ata producentë apo diçka nuk kam bindje, kam shumë bindje që kanë me hecë, pa punu nuk mundesh me hecë. Edhe mos nart te kriteri që e kam një kriter unë, po mundem me kalu shumë tani, më shumë se që kam kriterin te me rrit për shumë. Po. Po. Për momentin ka bubujt madhe shtëpia Maka. Po. Atë lun labinot laj që kolekt me lun. Shumë. Të hënën që lampas në teatrin e Gjilanit u dha premiera Njeriu prej Jastëku nga Martin MC Danak me regji nga Blendi Arifi, e që përveç Albanit dhe Blendit luajnë dhe Ernest Zymberi e Safete Mustafa. E kjo na qenë ka risja tjetër nga Albani që duhet patjetër ta dëgjone. Kemi gjeru një episodin e parë Wi-Fi Kids është. Tash presim me vazhdu me gjirime, kemi me dhonë episodin e parë. është në përngjarje në për shkolla me trime këto. E kam një rol aty që do t'jem standard. Më pëlqen puna edhe me nxanca me punu me fëmijë, se nuk jemi të bëllë shumë edhe për ta për me pa. Pas rrëfimit dhe intervistës së javës, në vazhdim vjen një storja që ka të bëj pak edhe me politikën. Në fakt kam rëman jo pak, po shumë me politikën, duke di që tashmë po afrohemi drejt finales së madhe, jo të Big Brotherit, po më duket që të këta politikanat, sidomos këta për zgjedhjet komunale të 12 tetorit, po garojnë si maca me miun si me qenë Big Brother. Kush po merr çmimin e tretë, kush të dytin e kush po shpallet fituesi çmimit të madh. E në vazhdim mundeni me ndjek një prononcim ose intervistë të shkurtër në lidhje me Ramiz Ladrovce. Djelja 12 tetori do të jetë vendimtare për të. E kemi fjalën për Ramiz Ladrovci, cili po e zhvillon një fushat për këto zgjedhje. I njëjti ka themeluar partin për drenasin kampion me Ramiz Ladrovci, duke marrë pranë vetës asamblejës e deputet të cilët po paraqesin vazhdimisht programin e tyre për qytetarët e drenasit. E një prej këtyre fushatave është edhe kjo që në Zoom do ju sjell në vazhdim. Të pranishmi që ishin në numër të konsiderueshëm po japin mbështetje Ladrovcit, ani pse këto ditë i pati lëm shpreh një audio incizimi që ju publikua nga Vox Kosova. Incizimi që është bërë nga dikush i pranishëm në tavolinë, ku po diskutoheshin milionat e metrat katror pa leje. Por ky ishte reagimi politikanit nga Drenase. E pas këtij postimi goxha të gjatë që Ladrovci bëri në rrjetin social Facebook, këtu mund ta dëgjoni se si ai mendon ta padis qytetarin me mbiemrin Sinane. I njëjtë është babai të dyshuari që ka incizuar, e madje këtë incizim e ka dërguar në për redaksi të cunguar, pra jo të plot.
gjithmonë sipas versionit të Ladrovcit. Na kena me vazhdu me zhvillim të komunës, me zhvillim më të mirë, më të hashëm, më të... Për ndryshe mbetet të shihet se si do të vazhdoj ky problem. Të paktën zgjedhje e dim që do kemi më 12 tetor. Zyrtar, ose rrotar, Partisë Demokratike të Kosovës, kryesi, për emëruar nga kryetari e gjithë qytetarëve të Kosovës, po edhe më gjerë në Drenas, prandaj po jepi edhe një sqarim shtesë lidhur me përgjimet ose audiencizimin e bërë nga ish asambleisti Arigon Sinani, që tani garën për kuvend të komunës në listën e Partisë Demokratike, bëhet fjalë për pronën, si që keni pa dje, një pronë prej 1 hektare 32 ari. E tani është koha për tema javës, kur gjendet në insert në vazhdim do e kuptojmë së bashku tani. Është paralajmëruar për javë me radhë që tetori do të jetë muaji kur pritet të fillojë. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova. Por gjatë këtyre ditëve doli edhe lajmi që të premten e datës 31 tetor do nis ky rrugtim. Në Zoom ka mësuar edhe disa prej emrave që do të bënë pjesë edicionit të 4 të këtij formati. E nisi me Benita Zena, një vajzë e cila duket se bën një jetë luksoze, të paktën prej postimeve në rrjetet sociale. Një tjetër emër mendohet se do t'jetë Shkurte Haxhiu, një vajzë e shkath në debate, që e kemi parë shpesh në ekran, teksa pa ju trembur syri diskuton, me rast edhe me tone të ashpra me gjinin tjetër. Ajo është piktore me profesion e merret me një shoqat për persona me nevoja të veçanta. Emri i tretë që do ju tregojmë është një modele tejet e njohur, që për momentin mbetet mister për shkak se ende nuk ka nënshkruar kontratë me produksionin. Edhe këtu që ka shumë dashuri. E po të shëndrojmë te ky profesion. Këtë herë në këtë edicion do ta kemi një model mashkull nga OnlyFans. Nuk jam të pa që aje të bakto, edhe je shumë... Një nga emra që po përflitet andej këtej është dhe këngëtari Bejta, që sipas burimeve të në Zoom është konfirmuar si një prej personazheve që pritet të shpërthejë. O, Leo, kësë është mjere, kësë mjere gjithë. Sipas tash thëmëve që po qarkullojnë në rrjet, emri tjetër që përflitet si banore mundshme është ai i Edita Abazit, por që nuk dihet ende sigurt. Për ndryshe me aq sa mund të shohim deri tani, castingu i personazheve do të jetë i larmishëm, pra një mix banorësh. Do të ketë figura të njohura nga muzika, showbizi dhe nga bota e influencerëve. Mbajeni në mend datën. Me 31 tetor, stacionohuni në ekran duke shijuar edicionin e ri të Big Brother VIP Kosova.
Material pas materiali arritëm dhe në fund të kësaj epizode të radhës të Zoom, duke uruar është shpresuar që përveç informimet se gogja shumë gjëra ju kemi servu për zotin sonte, tash është koha me mbyll këtë skalet edhe me çka ka trejnë showbiz, me ju përshëndet për me lënë takim për sërit pramtën tjetër. E ju deri atëherë vazhdoni me qëndrume në Zoom edhe me rrjetet tona sociale. Nga unë Albina Zeneli, tong tong. Kjo javë ka qenë e frytshme sa i përket projekteve të reja. E nisi me Don Johnny i cili publikoi Zona 24, tekstin e së cilës e ka shkruar vet ai. Producenti shërzon që bëri dhe bitin, kurse për anën vizuele u përkujdes sekuencë. Se ti falje po kërkon, ti se din sa t'kam dasht, po për ty është shumë vonë. Verbu erdhi nga Merita Latifi, për shkrimin e tekstit u përkujdes Bujar Murati, e që realizoi dhe muzikën. Arti Records e bëri orkestrimin, kurse videoklipu punua nga Time Pictures. Ma krija su desho, γι' αυτό μείνε εδώ. Μια φορά μονάχα μόνο ζούμε. Nero bëri bashk Noizin dhe Konstantinos Argiros. Dhe s'të themo të dashuroj. Tekstin e kanë shkruar vet ata dhe Erno, kurse për këtë projekt u përkujdes producenti reperit nga Shqipëria, Engli Verzal, që po ashtu ka bërë dhe miksimin me Son of Selo. Klipi u vizualizua nga George Mpeni Oudakis. Po ξέρω εγώ, e din ti, e din sa thjesht dukon shumë se kjo muzikë. Riki gjatë kësaj jave publikoi një këngë të re që mban titullin Aidin. Tekstin e ka shkruar vet këngëtari i cili bëri dhe muzikën, e madje është dhe producenti prurjes së re. Bini Diaz u përkujdes për miksimin dhe masterizimin e Aidin. Si me pull dashni. Videoklipu realizua nga Ricky House Records. Ti, e din ti, Njërisi erdhi nga dyshja e suksesshme Babo Tarabuka dhe DJ Beniti. Ata kanë bashkuar forcat me Jasmina, ku publikuan Ani Ani me tekst nga Muma. Producent është Giza nga Vian Entertainment. Vazhdojmë këtë rubrik edhe me një duet tjetër. Bëhet fjalë për Orgido Daba dhe Ergys Shahu. Unë e ti, mos jena. Dyshja kanë publikuar një këngë të re që mban titullin A ka kuptim. Teksti dhe muzika janë punuar nga vet ata. Producent është Alsked Rënja, kurse për videoklipin u përkujdes Mauro Films. Një tjetër bashkëpunim që na ka befasuar për të mirë është padyshim ai Genës dhe Rovena Dilo. Kjo e fundit e ka shkruar tekstin e ADN, teksta për muzikën u përkujdes Gena. Masterizimi u realizua nga Gent Myftaraj. Më duket s'na kam thënë, por po ta them tani. Po fisja paka kur të shia për shtona, sje e imja por e ti. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për projekte të reja. E filloi me Luiz Eli, derisa po bashkon forcat me Ilirin dhe Flamurin. Ai e ka gati edhe një tjetër këngë që do të jetë solo. Këtë ka bërë të ditur vet ai përmes një postimi në rrjetin social Instagram.